Shumica e pasagjerëve kanë një vend të preferuar kur fluturojnë me aeroplan. Disa pëlqejnë të ulen pranë dritares për të shijuar pamjen, të tjerë zgjedhin vendin pranë korridorit për të pasur më shumë hapësirë për të lëvizur. Por për ata që ndjen nervoz gjatë fluturimit, zgjedhja e vendit është shumë e rëndësishme dhe mund të ndikojë ndjeshëm në përvojën e tyre. Për të ndihmuar pasagjerët të zgjedhin vendin ideal, The Wedding Travel Company ka bashkëpunuar me Jean Hawkes, ish stewardess e British Airways dhe ekspert e udhëtimeve. Ajo ka ndarë disa këshilla të vlefshme për vendet që duhen zgjedhur dhe ato që duhen shmangur, sidomos nëse jeni të ndjeshëm ndaj turbulencave ose vuani nga të përzirat gjatë fluturimit. Vendet më të mira në aeroplan. Sipas Jean, vendet më të rehatshme janë ato në rreshtat e parë, pranë murit ndarës të kabinës. Këto vende kanë disa avantazhe. Nuk keni pasagjerë përpara që mund të ulin sediljen dhe t'ju prishin hapësirën. Hapësira më e madhe për këngë bëhet që i bën të rehatshme për fluturim të gjatë. Jeni ndër të parat që shërbeheni me ushqim dhe pije. Mund të hiqni dhe të zbrisni me shpejtësi në avion. Lëkundit janë më të lehta në pjesën e përparme të aeroplanit. Vendin që duhen shmangur. Sipas ekspertes, duhet të shmangni vendosje në pjesën e pasme të avionit për arsye të ndryshme. Përjetohen më shumë turbulencat pasi pjesa e pasme lëkundet më shumë si pjesa e fundit e një autobusi. Afërsia me tualetet mund të sjellë aroma të pakëndshme gjatë udhëtimit, më keq për personat që vuajnë nga të përzirat, sepse ndjejnë më shumë lëvizje. Për këtë arsye, nëse jeni nervoz gjatë fluturimit apo keni ndjeshmëri ndaj lëkundjeve, zgjidhni një vend sa më afër pjesës së përparme të avionit. Kujdes me higjienën, pavarësisht se ku uleni. Jean rekomandon që të mbani gjithmonë në çantën tuaj të dorës dezinfektues dhe peceta të lagura. Aeroplanët nuk pastrohen në mënyrë të thelluar për çdo fluturim, vetëm kur shkojnë për mirëmbajtje, ndaj është mirë të dezinfektoni tavolinën, rripin e sigurimit dhe zonat që prekni, ka thënë ndër të tjera ajo.